Mirë mbrëma të dashur shikues. Shqipëria dhe jo vetëm Shqipëria përballen me sfida. Një nga sfidat me të cilat ne përballemi dhe jo vetëm ne, por gjithë Europa mund të them, pak më ndryshe janë gjërat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kriza e familjes. Është bërë e qartë tashmë se prej vitesh ka një agjend për shkatërrimin, falimentimin dhe shpërbërjen, madje mund të thoja zhdukjen e familjes edhe si nacion. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e përmenda, me ardhin e Donald Trump, ka një prapaktheu, ka një ribërje, rikthim në identitet të familjes, ka përpjekje serioze të administratës Trump për ta penguar agjendën gjinore. Në Europë kjo valë fatkeqësisht nuk ka mbritur ende, janë vetëm ishuj. Është Hungaria që besoj se do të vazhdojë të jetë e tillë edhe pas Orbanit. Ndoshta do të bëhet Britania nëse atje do të fitojë Nigel Farage dhe nëse do të ketë një rikthim të djathtës në Poloni. Po në Shqipëri, ne e dimë që në opozitë kemi të djathtën, pa është e djathtë vërtet? Për sa i përket agjendës ndaj familjes, a është ajo e djathtë, a është kundërshtare e kësaj agjende? Kjo do të jetë tema qendrore rreth cilës do të bisedoj sot me mikun Akil Pano, pastorin e nderuar. Dhe natyrisht do të ketë, besoj, edhe tema të tjera që do të jenë të lidhura me të, po thelbi do të jetë pikërisht ky. I uroj mirëseardhje në studio për herë të parë në këtë podcast. Faleminderit, kënaqësia është e ime, thon në këtë rast. Pastor, e kemi pritur ardhin e Trumpit me shpresë dhe me entuziazëm pikërisht për shkak të tezave që ai artikulonte gjatë fushatës. Në fakt, ne në gjatë fushatës kemi parë një Trump që ishte i ndryshëm edhe nga Trumpi i parë, i mandatit parë. Besoj që bijem dakord që shumë gjëra që duhet i kishte artikuluar në mandatin e parë, Trump nuk i artikulonte. Por me ardhin në mandatin e dytë, sidomos ato 24 orët e para, të them të drejtën, nuk kam qenë entuziazmuar nga ajo seri urdhrash ekzekutiv që ai firmosi gjysh ditën e parë, që duke që ishin gjëra të menduara, të përgatitura prej kohësh, stafet kishin punuar. A mendon se ka fituar një terren, s'po them betejën, po terren familja në Shtetet e Bashkuara? Ti e njeh edhe nga afër sa dhe udhton shpesh. Ka qenë lajm i mirë, ne kemi durvokit, unë vetë kam udhëtuar disa herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara zgjedhjeve të fundit të fitores Trumpit, dhe Trumpi ose fenomeni Trump, sepse rishfaqja e konservatorizmit në këto nivele na duhet që ta përkufizojmë faktën nga perspektiva ime si fenomeni Trump. Pasi nuk është fjala për një individ, nuk është fjala për një personazh, është fjala për një botë të tërë mendimi, është fjala për atë e cila u sulmua në mënyrë më të ashpër dhe më të egër të mundshme familja. Prej liberalëve të majt, të ekstremit majt, komunistëve, të cilët morën në krahët e tyre për dekada të tëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, topik të cilët goditën në themel familjen amerikane. Flasim për dekonstruksionin e elementëve të bazë familjes, martesën mes një burri dhe një gruaje. Flasim për idenë e heqjes së domenit të edukimit seksual të fëmijëve nga familja dhe këtë domen ia dhan edukimit publik nëpër shkolla. Flasim për elemente që lidhen me ekspansionin e kundër kulturës në shtetin amerikan, në shkolla. Fëmijët u ekspozuan përkundrejt ideologjisë gjinore dhe nga studimet e bëra, në një periudhë jo të gjatë kohore, kemi të bëjmë dhe me një ndryshim kulturor. Pra, jo pak të rinj dhe të reja në Amerikë, e identifikojnë veten e tyre me një gjini të re, me një gjini ndryshe. Kjo historia e ligjit barazizinore që erdhi në Shqipëri vetëm disa muaj më parë, që ne kontestuam jo vetëm në media, në agorin e debatit publik, jo vetëm nëpërmjet artikujve, jo vetëm nëpërmjet komunikimit, por edhe nëpërmjet protestave në shenjën Skënderbej përpara parlamentit, edhe nëpërmjet debateve që kemi pas tek komisionet parlamentare mes të majtës edhe të djathtës në Shqipëri, nëse mund të ketë një dallim mes majtës e djathtës në Shqipëri. Do ta shikojmë gjatë bisedës. Sepse era që frynte nga perëndimi nuk ishte një herë e mirë, nuk ishte një herë optimale, por ishte një herë që nuk do të griste vetëm velat e anijes ton shqiptare, por do të tunte nga themelet familjen, një familje e cila përkundrejt udhëtimit të tranzicionit në Shqipëri nga viti 91, këtej një tranzicion që fatkeqësisht askush nuk ka dalë deri tani thotë që ka përfunduar tranzicioni, madje nuk është përdor as si
një kredo politike për të hyrë në zgjedhje që ne do t'japim fund këtij tranzicioni. Pra, ky tranzicion 30 e kusur vite në Shqipëri nuk ishte thjesht tranzicion ekonomik, por ishte edhe tranzicion një kundër kulture që erdhi dhe ju imponua kulturës tonë tradicionale në Shqipëri. Për thënë vërtetën, jo vetëm unë e kam përshëndet dhe e kam mbështet zgjedhjen e Trumpit, me aq sa neve mund të krijojmë shtetin ton. Prisja me shumë shpresë që elementet thelbësor të kartës së tij që e solli atë në pushtet, ai do t'i vënte në zbatim, do t'i vinte në zbatim. Edhe në fakt kështu ndodhi, sikur edhe ju thatë, që në fillim kur ai hyri në zyrën e Vale, dekretet e para presidenciale që nënshkroi ishin pikërisht këto. Një nga dekretet ishte nuk do të ekzistojnë më shumë se 2 gjini, ka vetëm 2 gjini, mashkull femër. Dhe në qoftë se do të kemi mësues apo psikolog në shkollat publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të mësojnë të kundërtën, atëherë menjëherë do të pushojnë nga puna. Kam parë që kjo histori nuk është një histori konservatore ose ekstremi të djathtë, e cila thjesht përdoret për fushat elektorale, sepse ekstremi majt në Shqipëri, që për hir të vërtetës ekziston, ka ekzistuar gjithmonë, dhe është një agent që imponohet shqiptarëve, e ridikulizon këtë si temë, pra nuk ekziston në fakt, e përqesh dhe thotë që kërkon ta relativizoj, pra ju jepni për masa të tjera, në fund ditës që është e keqja që do të vinë nëpërmjet këtyre elementeve. Po nëse do t'i referohemi historisë në Amerikë përgjatë periudhës Obama, më tej përgjatë periudhës administratës Biden-Harris, ka pas me 10 fëmijë në moshën 14 vjeçare, të cilët janë nështruar ndryrave kirurgjikale të ndryshimit gjinisë. Po flasim për Shqipërinë? Në Amerikën, Shtetet Bashkuara. Në Amerikë, po. Po flas për Amerikën. Janë nënshtruar ndryrave kirurgjikale që nuk kanë ndodhur brenda një dite, po shteti amerikan i ka marrë këta fëmijë nga prindrit e tyre, të cilët në momentin e parë që zbuluan që fëmia djalë kishte një moment konfuzioni në raport me identitetin e tij seksual, dhe i thot prindrit që kemi kaluar të gjithë në moshën e fëmirisë. Sepse në fund të ditës të gjitha kemi një moshë që nuk e dim çfarë është mashkulli, çfarë është femra dhe ku bëjmë pjesë ne. Jemi të gjithë duke u ndërtuar, pra veçanërisht në adoleshencën e hershme. Pra të gjithë kemi për atë periudhë përpara pubertetit. Ndërkohë që bëhet ky ekspansion kundër kulturor në shkollat publike dhe mësohet ideologjia gjinore, dhe u thuhet këtyre fëmijëve që për shembull fëmijëve djem, sikur edhe fëmijëve vajza, që mbase ju jeni vajza të burgosura në trupat e djemve, edhe vajzave u thuhej mbase ju jeni djem të burgosura në trupat e disa vajzave. Kështu që këta djem ose vajza vinin me pyetje tek prindërit e tyre dhe kishin filluar të bëheshin pjesë e këtyre grupimeve LGBT dhe ishin konfuz. Në momentin që babaja apo nëna përpiqet që ta sjellë fëmijën, ne kemi atë shprehje në islam, pra ta sjellë fëmijën brenda në binar, brenda orientimit të traditës, të kulturës, të asaj që ne e njohim si normë, kundër normës. Po jemi edhe të realitetit. Dhe realitetit, po, edhe këta fëmijë shkojnë nesër në shkollë dhe sinjalizojnë mësuesin ose psikologun, atëherë jo vetëm që prindrit u kërkohet takim në shkollë, por Bideni kërcënoi se do t'i vinte në hetim si terrorist të brendshëm. Një pjesë e madhe e këtyre fëmijëve u morën nga familjet e tyre. Pra shteti u mori fëmijët. Shteti u bë pronar i fëmijëve. Imagjino, domeni më të fuqishëm që ka familja, që është prindërimi. Humbën të drejtën e të qenurit prind, sepse nuk respektuan ta shtyquajturën liri të fëmijëve për të zgjedhur në një moment konfuzioni një identitet të ri seksual, dhe i strehuan fëmijët në Amerikë dhe në Kanada dhe në disa vende të tjera në Evropën Perëndimore, veçanërisht në Skandinavi, në ta shtyquajturat qendra të e strehimit, këto qendra që sponsorizohen nga familja. Familja është babi, mami, fëmijët, gjyshi dhe gjyshja. Familja është Po çfarë bën familja? Pse ka lidhur familja? Jo thjesht nocioni më i dashur, por është thelbi i shoqërisë. Shiko, a është një organizim për ruajtjen e pronës familja? Përpara se shkojmë këtu, në mendimin filozofik, familja është
institucioni i parë para politik, përpara se të kemi shtetin. Kemi familjen. Përpara se të kemi fen, përpara se të kemi moralin, kemi familjen, sepse fen fëmijët e marrin brenda familjes, moralin fëmijët pasardhësit tanë e marrin brenda familjes. Pra familja është institucioni bazë para politik, përpara se të ndërtohet shteti. Dhe nëse familja vuan, atëherë të gjithë këto elementë të tjerë shtetformues do të vuajnë dhe ne do të kemi edhe probleme jo të vogla në perceptimin tonë mbi shtetin. Mirë, akoma nuk e kam të qartë. Çfarë është familja? 2 veti rrin bashk, 4 veti rrin bashk. Çfarë i bashkon? A është nevojë për ruajtjen dhe trashëgiminë e pronës? Apo është diçka tjetër apo diçka më shumë? Përpara se të jemi ke prona, familja është nevojë për të ruajtur egzegezën tonë, ekzistencën tonë, identitetin tonë, kulturën tonë, gjuhën tonë. Gjuhën e nënës, që ne themi gjuha e nënës, shqipen, kulturën, traditën, përpara se të vim ke prona, moralin, ADN-n tonë, pasardhjen, ekzistencën tonë. Është një marrëveshje, është një kontratë. Për shembull, Edmund Burke thotë që shteti është një marrëveshje midis të gjallëve dhe të vdekurve. Në këtë rast, është një marrëveshje e pashkruar, të cilën ne kemi brenda në familje. Për familje jemi gati të vdesim, të vuajmë, të japim gjithçka që konsiderojmë të çmuar, jetën për fëmijët. Pra, një baba dhe një nën janë gati që të japin çdo gjë për fëmijët e tyre, për familjen e tyre. Natyrisht që dashuria për pasuesin, për pasardhësin, që është natyrë, është natyrë. Kjo është e pyetja, domethënë, është biologjike, është natyrë. Pra, në këtë dimension, nga na vjen kjo dashuri për në këtë dimension, ne shikojmë që njeriu, vetëm brenda familjes ne kuptojmë që njeriu nuk është vetëm një grimc e parëndësishme rëre ose një grimc atomi, protonesh, neutronesh, që ka ardhur nga zgjeria si rrethon një shpërthimi diku disa miliardë vite më parë, aksident. Familja është një projekcion hyjnor. Familja është një projekt që nuk vjen nga njeriu. A di që në kryeterës të librit Zanafillës, kapitulli i parë, pasi Zoti krijon, kur më sfidon kështu si ateist që. Pasi Zoti krijon Adamin, po më kërkon rrënjët pra, po patjetër. Kur Zoti krijoi Adamin, para se të krijonte njeriu e parë, burrin, i kishte krijuar gjithçka. Kishte krijuar tokën, kishte krijuar qiejt, bimësin, kishte krijuar edhe kafshët. Dhe vështron tek njeriu që njeriu t'i mungonte diçka dhe njeriu ishte i paplot. Atëherë, teksti biblik thot, le të krijojmë një grua për njeriu, që të jetë për të një ndihmë. Në shqip, fjala që pason është që i leverdis, pra që e plotson, që i jep kontemplacion. E përmbush. Njeriu është i paplot, është i papërmbushur. Ne kërkojmë përmbushjen kudo dhe një nga elementet që mund na përmbush është pikërisht familja. Nëse na mungon familja, diçka mungon brenda nesh. Imagjino këta të moshuar që sot i kanë fëmijët e tyre në emigracion jashtë. Edhe shikojnë derën ose shikojnë tryezën. Tryeza në familjen e tyre gjithnjë rritet, gjithnjë zmadhohet sepse nuk ke një person përballë që mund t'i japi kufi kësaj tryeze. Pra, Zoti është arkitekti i familjes. Nuk është mirë për njeriu që të qëndrojë vetëm. Dhe kjo vetmia e madhe, boshllëku, zbrastia, familja është në të gjitha mënyrat dhe format elementi i cili plotëson njeriu në natyrën e tij të krijimit, sepse ne nuk jemi vetë krijuar, nuk kemi mbritur këtu nga vetja. Pra të gjithë kemi ardhur në këtë botë nga një palë prindër ose nga një marrëdhënie mes një burri dhe një gruaje. Dhe kur ne lindëm, askush nga pararendësit tanë, nga prindrit tanë, apo vetë nëna tona nëse nuk kanë pas fatin që të kenë bashkëshortin pranë, pra ka fëmijë jo pak që lindin si rrjedhoi një marrëdhënie brenda një nate. Edhe nuk e ka njohur kurrë babain e tyre, por nëna e ka njohur. Nëna nuk e ka hedhur fëmijën në rrugë më herë pasi ka lindur. Tani jepi edhe ti mund t'ja dalësh vetë në jetë. Pra, unë si ateist e shoh familjen, nuk e di apo e përkufizoj sakt, po si një zinxhir dashurie. Ke marr dashuri nga prindët e tu që të kanë sjellë të kanë rritur, dhe do t'japësh dashuri dhe ke detyrë t'japësh dashuri për fëmijët që. Dhe jo vetëm zinxhir dashurie, është zinxhir përgjegjësimarrje. Është zinxhir përkushtimi. Atëherë pse kjo
kjo luftë kundër familjes? Sepse Pse duhet shkatërrohet familja? Sepse Ku është konspiracion? elita konspiracioni është pikërisht ky që ne tani po zbërthem. Po? Dhe po zbulojmë për publikun. Familja është e vetmja strukturë që mban njerëzit bashkë. Që mban njerëzit të unifikuar. Dhe njeriu ka kuptuar për gjatë gjithë rrugtimit i historik, qoftë përmes lenteve të këndvështrimit të një ateisti, qoftë përmes lenteve të një teisti, që nuk ka strukturë më të mirë në universin ton, pra në këtë botën ton, për të përballur me betejat, me sfidat, me vuajtjen, me dhimbjen, me dashurinë, me momentet e lumturisë. Të gjitha këto ti do t'i ndash me dikën që ke pranë. Agenda globale kërkojnë që ta shpërbëjnë këtë motor të madh të krijimit, sepse u intereson njeriu i vetëm. Sa më i vetmuar ti njeriu në këtë univers, aq më lehtësisht i kontrollueshëm është. Aq më lehtësisht i xhbëshëm është, jo vetëm në dimensionin moral dhe shpirtëror, por në dimensionin social. Aq më lehtësisht i kontrollueshëm është. I manipulueshëm është. Imagjino, mos kesh një person i cili qëndron me ty në të mirë dhe në të keq. Mos kesh dikë për të cilën apo për të cilin ja vlen të jetosh, ja vlen të vuash, ja vlen edhe të vdesësh, apo të rrosh. Kështu që unë shikoj që e gjithë kjo histori që paraqitet si një konspiracion, në thelb nuk është konspiracion. Elitat globale synojnë që ta kontrollojnë njeriu dhe mënyra më e mirë dhe më e lehtë për ta kontrolluar njeriu është njeriu i ndar, njeriu një automat. Sikundër Fromi e zbërthen njeriu në një dimension të shumë fisht, pra jo thjesht një dimension mekanik lëvizjes, sepse nisa tek emocioni dhe ke ëndra dhe tek projeksioni, dhe brenda në familje unë thash që ne kuptojmë atë që ne jemi, atë që neve kemi. Vetëm në familje ne kuptojmë që ka disa gjëra në jetë për të cilat ja vlen të luftosh, të përpiqesh, të sfidosh, të përballesh, të vuash, të duash. Dhe çfarë raporti ka familja me kombin? Familja me kombin, familja sikundër tham është embrioni, është thelbi, lidhet në mënyrë të pasgjithshme me etnin e në të njëjtën kohë me kombin, sepse aty brenda në familje ne marrim gjuhën, marrim kulturën, marrim traditat, doket, zakonet tona, marrim dashurinë jo vetëm për veten, dhe kur them veten për familjen, për njerëzit që na kanë lindur dhe na kanë rritur, por edhe për komshiun, edhe për të afërmin, edhe për bashkëqytetarin, edhe për njerëzit që na kanë pararendur në historinë tonë. Dashurinë për adheon, dashurinë për flamurin, dashurinë për gjuhën. Qofse familja është e shkatërruar, qofse familja nuk ekziston, pra ta thjeshtojmë, në vend të 700-800.000 familjeve shqiptare, po të kemi 2.8 milion shqiptar individ që nuk kanë familje. A ka më kom? Nuk e kisha menduar në këtë mënyrë, të falenderoj shumë për mënyrën se si po e sjell. Mendoj që do të kishim një kom si një nocion, deri diku në abstrakt, por jo një kom të unifikuar, jo një kom i cili ndërvepron. Do të kemi individ të cilët e identifikojnë veten e tyre shqiptar, kudo, një shqiptar që ka pasaportë kanadeze apo gjermane apo amerikane apo diku tjetër në botë, do ta identifikojë veten e vet si shqiptar. Mbas edhe brezi tjetër i fëmijëve të këtyre individëve më vonë, por më vonë do të kuptojmë që do të shkojmë drejt një shpërbërje të madhe dhe një shuarje të madhe. Unë shikoj që Shqipëria dhe gjuha shqipe, shqiptarët, kombiun, është një mrekulli hyjnore nga Zoti, se si neve përgjatë gjithë udhëtimit ton historik, të paktën nga Ilirët tek te, nuk po shkoj më larg, i kemi mbijetuar luftrave, i kemi mbijetuar përballjeve, i kemi mbijetuar përmbysjeve kulturore, i kemi mbijetuar pushtimeve të gjata, pushtimeve qindra vjeçare. Por në fund kemi mbjetuar. Tani jemi përballë një paradigme të re. Fjala Konicës? Tani jemi përballë një paradigme të re, dhe paradigma e re është xhbërja jon kombëtare, sepse sulmi po zhvillohet brenda qelizës, që është familja. Pra imagjino, nëse një kancer, një trup i huaj hyn brenda qelizës, atëre gjithçka
nis të përplaset dhe të mos funksionojë në harmoni brenda sistemit. Kështu është ajo që pikërisht kjo është ajo që është duke ndodhur. Globalizmi kërkon t'i rrëmbej njerëzve flamurin, t'i rrëmbej njerëzve atë dheun, t'i rrëmbej njerëzve kufit, t'i rrëmbej njerëzve. Për ndaj familjes nuk është qëllim vetvete, por është mjet për të arritur mjet kontrolli. Qëllimi final kontrolli i kombit. Shkatrimi i kombit, sepse me shkatrimin e kombit dhe kontrollin e individit. Kemi kontrollin absolut individëve dhe kemi krijimin e një rendi të ri global botëror, për të cilin faktikisht kjo histori nuk është një zbulesë e Fredit, miku ton përbashkët, Cakos, apo e juaja, apo e individëve të tjerë, të tjerëve që mund të jenë konsideruar konspiracionist. Bibla flet për një rend të ri botëror. Ke libri i zbulesës ose Apokalipsit, ke tek letrat e apostullit Paul, që në kohët e fundit qeveritë ndryshme do të shkrihen dhe kufit do të bien dhe do të krijohet një rend i ri. Njerëzit do të flasin një gjuhë, do të kenë një monedhë që do të përdoren, të gjitha këto që shkruar në Bibël. Dhe njeriu do të jetë lehtësisht i kontrollueshëm, sepse kjo historia e çipit që është diskutuar, jo mbiemri juaj në këtë rast, po çipit në dorë, procesori, është diçka që është trajtuar në shkrimin e shenjtë 2000 vite më parë, ke tek libri i zbulesës. Pra si një mjet kontrolli, madje Gjoni apostulli këto në Bibël janë profecia apo janë paralajmërim që popujt reagojnë? Të gjitha profecitë janë paralajmërim. Të gjitha profecitë e Biblës janë paralajmërim. Po dakor, po udhëzimi është që të rebelohemi ndaj kësaj që po vjen apo ta pranojmë se ky është destini. Imagjino 2000 vite më parë nuk ekzistonte karta telefoni, komunikimi, avionët, një histori e kësaj natyre. Gjoni, si apostull, i cili ishte i burgosur në mërgim në ishullin e Patmosit, dhe aty ai ndron jetë, aty ai merr vegimin e zbulesës, edhe ai e shkruan librin e zbulesës. Edhe një nga elementet që ai përshkruan atje është shoqëria e kontrollit, e cila zbërthehet pikërisht nëpërmjet qeverisë globale botërore, një rendi të ri global botëror, një gjuhë vetme edhe kontrollit absolut, pra njerëzve nuk do të lejohet më as të blejnë as të shesin. Pra shkojmë tek digitalizimi i komunikuar dhe së fundmi, nuk e di se sa e kanë ndjek apo jo kryeministrin, i cili ka thënë që deri në vitin 2027 gjithçka do të jetë digjitale apo jo. Po. Pra nuk do të kemi më transaksione financiare cash. Po. Gjithçka do të kalojë në formë digjitale. Pra Gjoni këtë e tha në një kohë 2000 vite më parë që as nuk mund ta imagjinonte Gjoni ose unë po të isha bashkëkohës i Gjonit, po ta lexoja në atë kohë. Dakor, por nuk po marr përgjigje për pyetjes, nga që nuk e kam lexuar, po e kërkoj nga ju këtë. Kur thot Bibla këto që thot, i thot si një fatalitet që duhet pranuar se nuk ka rrugdalje tjetër, apo si paralajmërim që të luftohet që të mos të ndodhin? Bibla thot që kjo do të ndodh. A do të ndodh? Kjo do të ndodh. Bibla thot që kjo do të ndodh. Domethënë unë kam drejt jam ateist. Bibla thot që kjo do të ndodh. Duhet të luftoj kundër kësaj. Jo, ti ke lirin ti je ateist ose teist. Mbase jo drejt, po ke lirin. Po unë dua të luftoj kundër një rendi të tillë. Tani, një betejë e tillë pa Zotin është e pamundur. Një betejë e tillë pa Zotin është e pamundur, sepse është një histori e cila është njeriu përballë me gigantit. Pra, ti duhet të jesh një David që përballesh me Goliathin e madh, pra metaforikisht. Po qartë. Po pa Zotin, Davidi nuk do të mund ta kishte mundur kurr gigantin. Kështu që në këtë rast, po ti po më thua që kjo do ndodh. Absolutisht po. Po është duke ndodhur. Jo do të ndodh. Kjo është duke ndodhur. Pra, mbretëria e kontrollit është duke ndodhur. Smart cities, çfarë është e gjithë historia e smart cities? Është mbretëria e kontrollit deri në çdo detaj. Çfarë po ndodh në Kinë sot aktualisht? Pra, jo pak ke qindra dhe mijëra kinez, të cilët janë penalizuar për shkak të nuk e di, e ke parë një video të vitit 84 që ka dalë kohët e fundit, është rikthyer në vëmendje dhe është bërë virale nga një band rocku fare i panjohur, ose kishte dëgjuar kurrë për emër, që edhe me video dhe me tekst thot mos shko në supermarket sepse atje ti do të markojnë, do të vënë shenjë, nga sot ti je vetëm një numër, dhe tregon me video se si njerëzit kur shkojnë në një supermarket detyrohen që të japin ADN, të markohen sikur janë kafsh. Vitet 80 apo jo? 84. Po, kush e imagjinon që do ndodh? Dhe është që ikin fare nga qyteti, futen në pyll ndërkohë që policia i ndjek. Tani, të vetmet grupe që janë të sigurta janë këta që aktualisht jetojnë, janë këta menonitët të krishterët që kur
kur shkuan për të votuar Trumpin, në zgjedhjet e fundit shkuan me karroca me kale, ke parasysh kanë fermat e tyre. Mormon. Nuk kanë, jo nuk janë mormon këta janë një grup menonitësh që janë disa milion për tyre, që jetojnë me një ekonomi krejt të ndërtuar, e shkëputur prej ekonomisë botërore, dhe imagjino, nuk kemi dëgjuar për tyre që janë smur me Covid. Asnjëri për tyre nuk ka marrë vaksinën. Po thua? Amish. Këta janë Amish. Po është një lëvizje menonite e grupit madh menonit që janë Po menonit çfarë do thotë? Menonit është një lëvizje e një grupi të krishterësh historik për rreth 300 vite më parë, të cilët i dhanë shumë fokus idesë puritanizmit dhe idesë të qëndruarit të ndarë nga bota dhe gjithçka refuzuan revolucionin industrial të themi. Gjithçka e ndyrë dhe papastër që bota ndikon tek njeriu. Tani Amish janë pjesa konservatore ose ultrakonservatore e këtij grupi që jetojnë kështu, pra jetojnë sikundër jetonin puritanët e parë që shkuan për të pushtuar për të marrë tokat në Amerikë dhe janë bashkë themeluesit e Shtetit Amerikan atje. Nuk u smuran këta as me Covid, as nuk pa nevojën për të bërë vaksinën. Ata smurën, po se marrin vesh se janë punë. Nuk merren vesh, po, okay. Dhe vazhdojnë punën. Dhe këta e kanë infrastrukturën e tyre dhe ekonominë e tyre private në këmbë, gati për të përballur me këto që Gjoni ka parathënë përpara 2000 vitesh. Problemi është si do të përballemi unë e ti, se jetojmë në kryeqendrën në shërbim të Bill Gatesit, sepse Bill Gatesi ka blerë toka pafund. Me siguri aty do të zhvillojë bujqësi bio, ndërkohë që do helmohen gjithë ushqimet e tokës dhe do vdesin njerëzit. Tani ka njerëz të cilët thonë çfarë janë këto mohabeti që është duke bërë pastori me çipin në këtë podcast. Tash historia është e tillë që ne jemi duke zbuluar atë që hidhet në treg si konspiracion. Pra ne jemi anti-konspiracionistët, sepse po e zbërthejmë dhe po e zbulojmë. Nëse apostujt janë apostujt e Krishtit, unë do t'i trajtoja sot paktën Gjonin si një nga anti-konspiracionistët më të mëdhenj, sepse është ky njeriu i cili ka fol i pari për vulën që do të vendoset në dorë ose në ballë, pa të cilën asnjë nga bijtë e njerëzve që do të jetojnë në këtë botë as nuk do të ketë mundësinë të blej, as të shes, as të nënshkruajë një kontratë pune. Kryeministri i Britanisë së Madhe, çfarë tha? Tha që nëse nuk merrni digital ID, pra identitetin digital, nuk do të keni mundësi o zotëri që të nënshkruani një marrëveshje pune. Pra, jemi pikërisht këtu. Një nga arsyet e tjera që unë personalisht, po jo unë vetëm si individ, se në fund ditës nuk kanë i pesh, po të krishterët kryesisht konservator në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e djathtë amerikane, votoi Trumpin ishte për shkak pikërisht të mbrojtjes së lirisë individuale, mbrojtjes së familjes, mbrojtjes së pronës private, përkundrejt heqjes së kësaj lirie, heqjes së pronës, heqjes së si shpëtojmë, si dalim nga ky mallkim. Nga ky mallkim se atje erdhi Trumpi, ne këtu s'kemi Trump, me sa duket. Nga ky mallkim ka vetëm dy mënyra për të dalë. Ka vetëm dy mënyra. Një mënyrë është dimensioni i politik, dimensioni politik. Pra zgjedhjet politike, krijimi i një të djathtë, jo thjesht një të djathtë të qendrës, por një të djathtë konservatore, e cila është një djathtë sovraniste, është një djathtë për hir të publikut që na ndjek, trumpiste apo urbaniste, pra alla Orban në Hungari. Ka politikan trumpist në Shqipëri, individ, se partia e tij që s'ka. Po individ trumpist. Ka individ. Besoj po, unë jam një individ trumpist, ju besoj jeni një individ trumpist. Ne jemi duke marrë me politikë, nuk po merrem me parti politike. Unë po them me parti, nuk janë antar partie. Ne jemi njerëz politik. Aristoteli e thotë mirë, patjetër. 550 vite para Krishtit që njeriu është qenie politike, por nuk jemi partijak. Japim kontributet tona në agorën e debatit publik. Pra unë kam 20 vite që jam në komunikimin publik kudo, edhe jam duke komunikuar këto të vërteta që po i flasim së bashku, pra nuk është një gjë e re që unë po e flas sot. Por në Amerikë ishte Trumpi, ishte një parti të republikanë. Nëse nuk do ishte Trumpi, do të ishte një kampion tjetër nga republikanët që do të dilte, sepse vetë trupi kombëtar i kombeve të cilat kanë në qendër të tyre shtyllën e lirisë,
dhe duan të ruajnë lirinë, të ruajnë domenin e familjes, të ruajnë domenin e pronës private, kapitalizmin, duan të ruajnë idenë e trashëgimisë, kulturës së tyre kombëtare, gjuhën e tyre. Do të zgjidhin një person i cili do t'i mishëronte të gjitha këto individ. Trumpi, jam dakord, edhe pas Trumpi do vazhdojë ajo lëvizje. Jam i bindur. Trumpi nuk është ideolog, nuk është filozof, nuk është një person i cili duhet parë si një nga mendjet më të shquara amerikane si jo, është prezantues televiziv. Po. Showman. Kështu që Trumpi kuptoi që ky ishte momenti i tij dhe duhet merrte nën krahët e vet të gjithë ato tema që ne jemi duke trajtuar tani bashk, dhe këto ishin temat të cilat ishin e vetmja antidot, i vetmi kundër helm, nëse mund ta përdor këtë si shprehje, përkundrejt helmit që shkatron familjen, që shkatron lirinë, që shkatron pronën private, që shkatron sovranizmin edhe kufitë e vendit. Pra një nga problemet e mëdha që kishin Amerika ata përpara zgjedhjes Trumpit të fundit ishte 22-23 milion emigrant që hyn, se u hapën portat jugore këta, që hyn nga Amerika e Jugut në Amerikën Veriore, dhe ndërto ka pas mbi 44-45.000 kinez që kanë hyrë, ndër të cilët janë rreth, në mos gaboj, 1.500 apo 2.000 me rekorde kriminale dhe me probleme të diplomacisë të cilët janë në dhe sa fëmijë janë zhdukur në investigim. Me që po flet për fond tani. Kjo historia e fëmijëve, vetë Trumpi e trajtoi këtë dhe tha ku janë 300.000 fëmijë. E pra, 300.000 fëmijë në vit. se këta bëjnë sikur i dhimset 300.000 fëmijë në vit zhduken. Emigrantët duan të mirëpresin, por në fakt pastaj zhduken fëmijët. Në Amerikë ndodh një gjë. Në përpjekje për t'i adoptuar. Në Amerikë, në çdo, të paktën ku unë u thënë Texas, në Washington DC, në Florida, në këto vende konservatore, jenë në supermarket ose diku të vjen një alert në telefon, një zile telefon. Megjithëse ti ke network shqiptar, të vjen ty automatikisht nga kompanitë telefonike atje. Për shkak të GPS-it. Dhe thot Amber Alert. Amber Alert është aplikacioni që ata komunikojnë dhe kur ti e hap, shikon, një fëmijë thot 4 vjeç, me sy blu, bjond, vajzë, e veshur kështu, është dukur në filan vend, nëse keni informacion, ju lutem na lajmëroni. Po këto histori mund të kesh 3-4 në ditë. Të paktën në vendet që kam qenë unë. Dhe ju duhet të njoftoni dhe sinjalizoni. Pra, kjo është thagma tjetër çfarë ndodh me fëmijët. Që është ja vlen të trajtohet në një bisedë tjetër, po le të rrim tani këtu. Kjo histori. Problemi është i tillë se më thatë a ka një mënyrë për të përballur dhe për të fituar përkundrejt dhe në Shqipëri se helmit. Në Amerikë pas Trumpit do ketë prapë lëvizje konservatore. Censurës dhe kontrollit absolut. Është e vështirë, shumë e vështirë. Shumë e vështirë, sepse në fund ditës janë interesa, domethënë nivele shumë të larta dhe po mirë, me vështirësi çdo kom mund të jetë sfidë përballë. Është e vërtetë, por çdo kom duhet ta zgjidhë vetë. Por është betejë mes luftës, është betejë midis dritës dhe errësirës, jo vetëm dimensioni shpirtëror, por në dimensionin intelektual. Karl Maria Vigano në shkopin e famshëm në dimensionin intelektual. Pra njerëz të cilët janë në gjendje të shikojnë dhe të kuptojnë këtë të vërteta, dhe të kuptojnë që në fund është jeta ime dhe familjes time dhe fëmijëve të mi, liria ime që rrezikohet. Atëherë këta njerëz ngrihen, zgjohen, këta janë antikorpet që zgjohen edhe kuptojnë që këtë betejë kanë të pamundur që ta zhvillojnë vetëm. Këtë nuk e kemi kuptuar në Shqipëri. Sepse këtu më pyetet, a ka konservator, a ka trumpistë e tjerë, ka individ. Por këta individ ne fatkeqësisht jemi yje të vetmuar që shkëlqejmë në atë domenin ton. Kemi nevojë që të jemi bashkë. Edhe këtë luftë dhe këtë betejë ta bëjmë bashkë, sepse në fund të ditës betejë nuk është lokale. Është globale. Betejë nuk luftohet nga frëngjit, nuk është luftë guerrile kjo histori. Këta tani kanë hyrë brenda në shtëpi. Ti kthejmë realitetin shqiptar për t'i dhënë edhe një herë përgjigje se nuk dash përgjigje dy elementeve se si mund ta luftojmë mungesën e kësaj lirie dhe kontrollin absolut. Po jam duke shpjeguar. Ligji barazisë zinore është pikërisht rrëmbimi i lirisë së çdo babai dhe nëne për të administruar familjen e vet. Sepse ti mund të arrisësh me normat kulturore, traditës, gjuhën, dashurinë për familjen, dashurinë për veten, identitetin tënd biologjik, por në shkollë ty aktualisht janë duke të ndryshuar kurrikulat. Ministri Akumbaro ka dalë me deklarat përpara 3 muajsh që ka thënë në këtë shtator kurrikulat do të jenë të ndryshme, do të ndryshojnë në konform ligjit barazisë zinore.
kurrikulat do të prekin gjithë fëmijët e kopshtit nga mosha 3-4 vjeç. Zato ka thënë e kemi me prioritet. Deri në vitin e mbrojtjen e tretë. LGBTQ-i. Deri në vitin e tretë të gjimnazit. Nuk është problemi mbrojtjes së LGBT-ve, të cilët Po ashtu e paraqesën. Po pra, dakor. Po, problemi është tani nuk është mbrojtja e tyre, tani është mbrojtja e vajzave dhe djemve tan në familjet tona. Këta zotërit thonë që ka fëmijë LGBT. Unë them që nuk ka fëmijë LGBT. E kam thënë edhe te komisioneri kundër diskriminimit në përballje me ta, edhe në gjykat, kur kemi pas çështjen prindi 1 dhe prindi 2 dhe kudo. Pse nuk ka? Sepse nuk mund të ketë fëmijë lesbik. Nuk mund të ketë fëmijë homoseksual, nuk mund të ketë fëmijë biseksual. Një fëmijë i cili ende nuk ka nisur moshën e pubertetit të vet, që është 5 vjeç, është 6 vjeç, është 7 vjeç, nuk mund të jetë biseksual. Mirë lëja, mirë hëja. Po bëja. Ke gërmat, ke parasysh. Pra, është një formulë e cila na fut brenda një betejë, sepse betejë tani nuk zhvillohet më me mendime. Betejë zhvillohet me ligje. Dhe zhvillimi im I madh ishte si është e mundur që deputetët e Kuvendit të Shqipërisë të sektit të rilindjes ngritën kartonat në kundërshtim me interesi më të lartë të fëmijëve të tyre. Është e vërtet ti do thuash që shumica e fëmijëve të tyre I kanë jashtë në shkolla etj. Por e di që gjithçka që bëhet në këtë botë nuk ngel pa u regjistruar në analet e qiellit, jo vetëm në historinë tonë kombëtare, po diku edhe në një libër tjetër të madh. Dhe çfarë të mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Pra ky është ligji universal. Nëse do të mbjell në dhe, do të mbjell grur, nuk do të marr misër mbrapsht. Do të marrësh në raport me farën që ti ke mbjell, dhe ata kanë mbjell një mallkim të jashtëzakonshëm në familjet e tyre. Dhe jo vetëm në familjen, por mbi brezat që do të vinë. Edhe nuk e din të merrin. Neve si koalicioni I familjes. Po mbas edhe nuk janë ndjen, se s'është puna bazë se din. Joe Biden për shembull e di se familjet shkatëruar ka vet. Mos se ka problem, nëse e bia thot në ditarin e vet që mua babai më vinte në dush dhe më prekte në mënyrë të papërshtatshme. Ai është tjetër lloj speci atëherë. Atëherë ta ilustroj. Ta çojë Bibla. Pas përmbytjes Noeut, dali nga arka e madhe e përmbytjes, që shpëton nga përmbytja, del familja Noeut. Del Noeu me të shoqen, 3 djemtë e tij me 3 nuset e tyre. Dhe me fëmijët. Dhe 3 djemtë e Noeut, emrat e cilëve më duhet I përmend për hir të njërit, Semi, Kami dhe Jafeti. Në një moment caktuar, pasi tani këta kanë dalë nga anija e madhe e shpëtimit, merren me punët e tyre. Dikush me blegtori, dikush me bimsin, dikush me ndërtimet e shtëpive etj. Noeu thot Mojsiu, që shkruan 5 librat e parë të Biblës, Pentateuku, thot që mbolli një vresht. Tani nga momenti I mbjelljes deri ke momenti I vjeljes së vreshtit me shumë si kanë kalu 4-5 vjet. Dhe vreshja dha shumë frut. Ky e merr rrushin, prodhimin edhe bën ver. Dhe I gjori Noe në një moment caktuar, mbase nga presioni I madh I jetës, sepse duhet pushtonte tani një botë e cila ishte krejt bosh dhe ftonte për ta pushtuar, për të investuar, për të punuar, për të ndërtuar, kishte shansin e jetës për të ndërtuar gjithçka prap nga e para. Ato që mund ta ndërrojnë të gjithë për të nisur fillime të reja në jetën e tyre. Bën ver, pi nga kjo ver dhe dehet. Dehet edhe në tendën e vet, në çadrën e vet, zhvishet lakuriq, edhe shtrihet përmbys I dehur. Personi I parë që vjen është Kami, njëri nga 3 bijt. E shikon babain e vet lakuriq. Dhe kthehet dhe përflet babain e tij të zhveshur tek vëllezërit e vet, tek Semi dhe tek Jafeti. 2 vëllezërit e tjerë vinë pasi kanë qortuar vllajën e tyre dhe shkojnë për të mbuluar lakurisinë e babait të tyre. Pra heqin mantelin e vet dhe ecin me kokën të kthyer mbrapsht, që të mos e shikojnë lakurisinë e babait dhe mbulojnë lakurisinë e babait me mantel. Mësimet janë shumë të mëdha këtu, po nuk për ekonomi kohë nuk do t'i eksplorojmë gjitha, po duhet të raportoj vetëm njërin. Tani nga këtu, Zoti thot Bibla hyn në skenë, jo vizualisht natyrisht, por mallkon thot Kamin, këtë që zbulon lakurisinë e tjatit, pra mëkatin e tjatit ti. Dhe nuk e mallkon Kamin në mënyrë të drejtë për drejtë, por mallkon njërin nga bijtë e Kamit me emrin Kanan.
Tash këtu topiku bëhet shumë interesant, sepse Kanani martohet, ndërton pasardhjen e tij, krijon familje dhe ai popullon pikërisht atë vend që është në fokus, ka qenë gjithmonë fokus të çështjeve të mëdha gjeopolitike, të debateve, edhe vion të jetë në fokus debateve. Dhe Kanani popullon zonën e linjës mesme, Palestinën, Gazën, zonën ku aktualisht është Izraeli, dhe madje thot Testamenti i Vjetër i Biblës, te libri Zanafillës, diku kapitulli i 11, thot që Kanani populloi thot edhe qytetet që më vonë do të njiheshin si Sodoma dhe Gomorra. Tani linja është kjo. Për shkak të një mëkati të babait të Kananit, që ishte Kami, që ishte një far në dimensionin shpirtëror që u mboll në pasardhjen e gjeneratave, pas gjeneratave në linjën e tij të gjakut, pra kaloi tek Kanani dhe nga Kanani tek gjithë bijtë e tjerë. Imagjino, për shkak se ky bir zbuloi lakurisinë e të jatit dhe përfoli lakurisinë e të jatit, kemi një pasardhje që jeton dhe projekton jetën tërësisht e zhveshur nga konvencionet morale dhe shpirtërore, tërësisht të dhënë pas një jete hedoniste. Është ajo historia e orgjive, historia e një jetë të projektuar tërësisht në një dimension për cilën Bibla flet, dhe marrin gjykimin e Zotit, siç ne e dim, pra zjarri nga qielli, dënimi i këtyre dy qyteteve, shkatrimi i qytetërimit të Sodomës dhe Gomorës. Dhe kjo lidhet me çfarë? Lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me mëkatin e tyre, me mënyrën se si ata administrojnë apo keq administrojnë jetën e tyre aktualisht, pasi Zoti i ka thirrur dhe i ka ftuar që të pendohen. Por ishte një far, një investim shpirtëror, pra është ajo historia e zinxhirit të shkaksive, të raportit shkak-pasojë në dimensionin e një zinxhiri të gjatë umbiakal të historisë njerëzore në shoqërinë njerëzore. Pra çfarë të mbjell njeriu sot, atë do të korri, ndoshta jo ai, por do ta korri mbitë e bijve të veta. Pra për këtë arsye thash të merrin e miratimit të këtij ligji, që barazi zinore që synon të shkatërrojë familjet dhe fëmijët tanë, fatkeqësisht do të bjerë mbi fëmijët dhe mbi familjet e atyre njerëzve që kanë ngritur ato kartonat e turpit, 77 kartonat e turpit në Parlamentin e Shqipërisë. Pra, pastor, ata janë këtu aktualisht. Globalizmi e shpërfaq veten e vet nëpërmjet këtyre instrumentave, të cilët janë të vendosur aty, siç është edhe kryeministri i Shqipërisë, për ditë obskure, ku merren vendime obskure si këto, sepse janë lehtësisht të shantazhueshëm për shkak të jetës tyre dhe problemave që ata kanë. Më thënë që në Shqipëri ka konservatorë, por konservatorët nuk janë bashkë, dhe unë e besoj këtë gjë sepse një nga tiparet fatkeqësisht që ne kemi si komb, në dienin tim i pari që na e ka zbuluar është Evlian Çelebia, jemi komb individualistësh. Nuk jemi komb që krijojmë kohezion. Edhe është edhe e dyta që jemi gjithmonë të vonuar në udhëheqjet e historisë. Po meqense është kështu, pra meqense nga klasa politike nuk ka shpresë, të paktën për momentin, çfarë mund dhe duhet bëjë një prind shqiptar sot për të mbrojtur familjen e vet, fëmijët e vet, në këto kushte? A ka një gjë që e kanë në dorë gjithkusht ta bëj, pa pritur nga politika? Unë do flasi pastor, nuk mund flasi ateist apo gnostik. Jo, mos folsi ateist. Unë do flasi ateist. Dakor, unë do flasi pastor si prind dhe edhe si pap, edhe si gjysh, unë do flas si pastor s'pari. Pra, një bab dhe një nën në një moment kur familja gjendet në një situatë e goditur, e përplasur nga një shumësi drejtimesh. Sepse nuk janë vetëm këto agjendat që manifestojnë dhe shpërfaqin veten nëpërmjet ligjeve që janë miratura tashme, por ke median, domethënë ke kulturën që hyn brenda si një opium në mënyrë të drejtë për drejtë tek fëmijët, tek të rinjtë dhe të rejat. Dhe ke modelet, të cilat janë modele që janë në kahun e kisët, pra në një kah të kundërt me vlerat që ne duam të kalojmë dhe të komunikojmë me fëmijët tanë. Koha. Gjë e parë është koha. Babai do t'japi kohë djalit dhe vajzës vet. Nëna do t'japi kohë djalit dhe vajzës vet. Familja do të jetë bashkë. Lutjet që neve bëjmë. Imagjino, jo vetëm dimensioni shpirtëror, po simbolika e lidhjes së duarve. Rreth ryezës, edhe bekimi mbi ushqimin, është një simbolik që mban familjen bashkë.
duart e lidhura së bashku. Por ka familje që për një arsye apo për një tjetër e kanë të pamundur të mblidhen bashkë rreth tryezës për të ngrënë një vakt bashkë. Pra një vakt, një porosie ime, një vakt në ditë duhet të jetë rreth tryezës ku baballarët dhe nënat, nëse kanë fatin të kenë dhe baballarët e tyre gjyshin dhe gjyshen, të jenë rreth tryezës bashkë me fëmijët e tyre, sepse kjo në dimensionin psikosocial krijon kohezion. Nuk po flas për dimensionin fetar tani, dimensionin shpirtëror. Pra duart të lidhura së bashku, familje që qëndron së bashku. Koha, si ka qenë dita e djalit, dita e vajzës, koha në shkollë. Cilat kanë qenë problematika që ata kanë hasur? Të hysh në botën e fëmijës, por që të hysh në botën e fëmijës, duhet mendosh për fëmijën. Duhet të trajtosh fëmijën jo vetëm si një qenie që ka nevojë vetëm për para, ka nevojë vetëm për të plotësuar nevojat financiare, ka nevojë vetëm për rroba, ka nevojë vetëm për mjete, për punën e tij në shkollë apo për argëtim, po ka nevojë për shpirt, ka nevojë për kulturë. Babain, fëmijën duhet ta shikojë me një libër në dorë. Dhe nëse ky libër nuk është Bibla, le të jetë një libër artistik, një libër tjetër, që ta çojmë fëmijën tek libri. Modelet që ne marrim nga familja janë modele që do na shoqërojnë gjithë jetën tonë, kudo. Temat të cilat lidhen me sfidat që ka familja. Fëmijët duhet i dëgjojnë. Ndoshta jo deri në nivelin që babai dhe mamaja i trajtojnë mes njëri tjetrit, por duhet kuptojnë që nuk kanë prindër të përsosur. Edhe veçanërisht në kulturën tonë neve kemi problem që fëmijët shikojnë babain që mund të lotojë, mund të erdhi lot për shkak. Sepse kemi tabu quotidien që një burr mund të qaj. Një burr ne themi nuk mund të qaj se i bie që nuk është më burr. Një burr i cili mund t'i kërkoj bashortes vet edhe ndjes në sytë e fëmijëve të tij, apo anasjelltas bashortet t'i kërkojnë ndjes burrit. Unë do doja që baballarët të ishin ata që punojnë dhe janë aty jashtë në punë, dhe nëna të qëndrojë dhe të kujdeset për fëmijët e vet dhe të mos vendosi karrierën përpara edukimit të fëmijëve të vet. Por të jetë gruaja që e shtron tryezën, nuk e ke iden, se për këtë arsye po trajtojmë bisedën, se sa ne kemi iden, pra se sa është demonizuar roli i gruas në shtëpi. Pra roli i gruas në familje, nga liberalët e majt, nga lëvizja feministe. Është një kulturë e tërë që i lufton. Dhe janë me qindra dhe mira këngë të muzikës pop rock, demonizimi, filma, përballja e gruas. Pra ku quhet turpi madh që gruaja të jetë nën, të jetë bashkëshorte. Sulmi ndaj psikës së gruas është i llahtarshëm, është i frikshëm. Pra një grua e cila bën punë në shtëpi, gatuan, kujdeset për fëmijët, nuk mund të jetë më një grua e lirë. Kështu është trajtuar, sepse gruaja e lirë është vetëm gruaja që del jashtë shtëpisë dhe punon për dikë tjetër, për një kompani apo për një projekt. Është një grua e cila duhet së pari të jetë grua në karrierë. Nuk duhet vendoset karriera. Përpara, një prioriteti që është më i madh se sa karriera, që është familja, është prindërimi. Nuk ka dekorat më të madhe, po e them domethënë kështu në mënyrë një zhargon më popullor, se sa ti je baba, ti je nën. Nuk ka dekorat më të madhe se sa ti të shikosh tek fëmijët e tu pasqyrën e vetes. Asaj vete të mira, jo vetes së Po, versionin e përmirësuar të vetes. Nuk ka një mbërritje, një kumt më të lartë se sa ti të shikosh fëmijët e tu të cilët realizojnë projeksionin e natyrës në jetën e tyre, martesën, prindërimin e tyre, fëmijët që do të vijojnë në udhëtimin biologjik të jetës. Pra, ne do të krijojmë mbrojtje. Biseda që ne po zhvillojmë bashkë. Kjo është një bisedë që duhet trajtohet për natë, sepse kemi nevojë për tashmë pa dashur, mediatikisht ne jemi kundër kultura. Revolucioni seksual, lëvizja feministe është shndruar në kulturë mendimi. Marksizmi kulturor ka hyrë në dejet e kurikulave shkollore, ka hyrë në dejet e komunikimit publik nëpërmjet medias. Ndaj gjithnjë unë shikoj veten time në borxh, ndaj kujt? Është një nga postulatet e Shëmpalit që thotë mos i keni asnjë borxh njëri tjetrit përveç se ta doni njëri tjetrin. Dhe flitet për një lloj dashurie praktike, dashuri aktive. Pra nëse ti shikon dikë që është në hall, është nevojë, jo thjesht në dimensionin ekonomik, por ne po trajtojmë hallin që kemi tash.
Hallin e familjes, armiq që kemi përballë dhe që na rrethojnë. Ne kemi nevojë që të komunikojmë pa u lodhur, dhe t'i trimërojmë këta djemë të rinj dhe këto vajza të reja që të jenë të kënaqur me identitetin e tyre. Zoti nuk bën gabime. Nëse dikush thotë unë nuk besoj, atëherë mund të përdorim termin natyra nuk bën gabime. Udhëtimi njerëzor historik i qenieve njerëzore në botë nuk gabon. Natyrisht familja nuk ka udhëtuar asnjëherë në një oqean të qetë. Ka edhe do të vijojë të ketë edhe lëndime, edhe dhimbje, edhe vujt, edhe tradhti, por cila është kura më e mirë për familjen? Është ta shërojmë, jo ta hedhim, është ta rim këmbin, ta restaurojmë. Pastaj përveç diskursit publik në media, në komunikim, neve do të jemi njerëzit të cilët do të bëhemi bashkë që të gjitha këto t'i përkthejmë në politika pro familjes. Po si bëhemi bashkë, pra se ne kemi shumë të kollaj të rrim larg njëri tjetrit. Ne gjejmë arsye të panumërta për t'u ndarë. Ti je i majtë, unë jam i djathtë, ti je ateist, unë jam fetar, ti je tifoz i Milanit, unë jam i Barcelonës. Domethënë nuk lëm gjë pa marrë si të ndajmë nga njëri tjetri, dhe ata që janë sipër e kanë shumë kollaj të na menaxhojnë. Për sa kohë ne vazhdojmë të ndajmë kështu. Për sa kohë nuk fokusohemi te ata që janë vlerat më të rëndësishme që i kemi të përbashkëta, para të cilave diferenca do na dukeshin qesharake. Për shembull, unë jam ateist, por unë besoj që familja është gjëja më e rëndësishme për njeriu dhe pa familje s'ka komb. Dhe pa komb ti je një hiç mos gjë, ty të shkelin me këmbë kur të duan elitët. Si t'ja bëj unë si ateist që të bashkëpunoj me ty që je i krishterë, me një tjetër që është musliman që shkon rregullisht në xhami, apo me një që s'ka fare interes për fen, po ndoshta s'është as ateist. A kemi të gjithë familje? Absolutisht. A kemi të gjithë arsye për ta mbrojtur familjen? Atëherë receta është kjo, nëse mund ta konsiderojmë si recetë, mbase nuk është, po të paktën një mendim që 2-3 mendime që un kam, edhe që i kam vënë i kam zbatuar. E para është duhet të vdesim mirë. Jo biologjikisht, jo fizikisht, por duhet të vdesim nga vetja, nga uni ynë individual, në mënyrë që të mund të rikrijojmë unin ton, ADN-n ton kolektive si konservator. Kjo është, e para duhet të vdesim nga vetja, nga egocentrizmi ynë. Dhe shkëlqimi ynë do të jetë më i madh nëse do të jemi bashkë. Tregoj një histori shumë interesante, lidhur me një kishë në fshat. Arkitektura ishte fantastike, shumë njerëz thanë po ç'ne një kishë në një fshat, domethënë të humbur, kaq e bukur e gjithë to. Edhe ftohen gjithë fshatarët që të shkojnë për inaugurimin nëpërmjet shërbesës së parë në këtë kishë. Gjithçka ishte perfekte. Tani gjithë aty vinë dhe gjejnë që diçka mungonte. Ata menduan që arkitekti kishte harruar të vendoste sistemin e ndriçimit. Pra nuk kishte dritë në kishë. Del pastori, edhe thot, duhet jeni të kënaqur, thot, sepse gjithçka është mrekullisht natyrore, po. Jo, është mrekullisht mirë. Je kemi arritur kësaj dite, kemi një vend. Tash ngrihet dikush e thot, po keni harruar diçka shumë të madhe, thot. Keni harruar, thot, që të mund të vendosi ndriçim brenda objektit sepse këtu është errësirë. Dhe pastori thot, bashkë me arkitektin vendosën, thot, që ndriçimin ta sjellë secili për jush nga shtëpia. Pra secili nga ju të vi me llampën e vet, çdo herë që ne bëjmë bashkë, ose me qiri ose me dritën e vet, simbolikisht. Pra, thënë këtë, ne kemi nevojë që të shkëlqejmë bashkë, sepse vetë kemi parë që shkëlqimi ynë nuk është i mjaftueshëm për të krijuar atë sinergjinë e kërkuar për ndryshimin e madh. Pra, ne kemi nevojë së pari të vdesim nga vetja. Së dyti, ne kemi nevojë që të vim rreth një tryeze që është më e madhe se ne. Pra, një pastor që del nga komuniteti i besimit, një ateist që del nga, nëse mund ta përdor fjalën, shpella e tij e mendimit, nëse një imam që del nga komuniteti i tij i besimit, në sensin jo për të hequr dorë nga vlerat e besimit, por vjen rreth një tryeze që është një platformë më e madhe gjithëpërfshirëse. Për këtë arsye ne kemi krijuar koalicionin e familjes në Shqipëri. Edhe nuk ka qenë lehtë për të viju udhëtimin ton, sepse ne e dim pak a shumë dhe i dim gjitha të gjitha tendencat, i dim edhe luftën që na bëhet në shumë dimensione, por një pjesë e jona nuk është e gatshme dhe uroj që të mos jetë kurrë e gatshme që
mund të blihet apo të shitet apo të tjetërsojë thelbin e vet. Pra kjo kërkon ndershmëri, kërkon integritet moral, kërkon vdekje nga vetja dhe kërkon edhe këtë platformën tjetër, që nëse do ishte një platformë tjetër, absolutisht përveç koalicionit familjes ose më e madhe nga koalicioni i familjes, neve mund të ishim bashkuar. Nëse do të ishte një parti politike, absolutisht që po, do të ishim bashkuar. Por neve kemi nevojë që të kemi bashkë në një platformë më të madhe se sa ajo platformë që neve japim kontributin ton në mënyrë të drejtë për drejtë çdo ditë. Koalicioni i familjes së Racës është një platformë e tillë. Një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme. Kemi nevojë që të nxitojmë. Të nxitojmë sepse ndërkohë që ngjarjet zën ngjarjen edhe zhvillimet ndodhin me shpejtësi, ne jemi shumë vonuar, jashtëzakonisht shumë vonuar. Nëse duhet të ndodhë një ndryshim në Shqipëri, mendoj që ky tharm, ky element transformues duhet bëhet bashkë. Mbase nga këtu neve unë po përcjell të komunikim dhe këtë thirrje që është shumë e sinqertë nga zemra. Nëse kemi diçka për të fituar, është familja. Fëmijët, sovranizmi, adheu, edhe nëse kemi për të humbur është prapë familja. Nëse kemi diçka për të humbur, pra ne jemi duke luajtur me të gjitha. Nëse dikush e njeh pokerin, unë nuk është se jam lojtar pokeri, po këtu në lojë në tavolinë ne po luajmë me të gjitha aktualisht. Edhe nuk kemi luksin që të bëjmë naze, nuk kemi luksin që të bëjmë hatër, nuk kemi luksin që të themi që ja mëse hare se shikoj se si do të zhvillohet ngjarja dhe pastaj ndoshta nga fundi po bashkohen, nuk e kemi këtë luks. Më thatë cila është kura në dimensionin global për të përballur me rendin global, me censurën dhe me kontrollin absolut. E para është pikërisht ajo që amerikanët bën. Zgjedhja një individi rreth të cilit janë të bashkërenduara dhe të vendosura të gjitha grupet e interesit përfshi këtu dhe grupin ton, nëse mund ta konsiderojmë grupin ton të interesit për shkak të këtyre temave që neve trajtuam sot: familja, liria, prona private, kultura, tradita, gjua, kufit ton kombëtar. E para, e dyta, nga përqasja e njeriut besimit, sepse më thatë Bibla 2000 vite më parë thot që ja vlen të luftoni përballë kësaj gjëje apo keni një betejë të humbur? E keni një betejë të humbur. Unë mendoj që ja vlen të luftojmë, sepse në fund të ditës Zoti na e ka zbuluar dhe na e ka paralajmëruar të gjitha këto gjëra që të ndodhin, që secili nga ne të pozicionohet. Domethënë, në këtë rast fitoria nuk do të parë si qëllimi i fundëm. Qëllimi në vetvete është në cilin kah të betejës ti i arrestuar. Ai arrestuar në kahun e ushtrisë, nëse mund ta përdor këtë si fjalë që mbron jetën, lirinë, familjen, vlerat, adheun, gjuhën, kufit, pronën private, apo i arrestuar në kahun tjetër. Bonhoefferi, Dietrich Bonhoeffer, një teolog shumë i famshëm i cili për shkak të antikonformizmit të tij në luftën e dytë botërore me Hitlerin, ky ishte gjerman, u shkollua në Shtetet Bashkuara të Amerikës, miqtë e tij në Amerikë, kur po përfundonte doktoraturën, i thanë mos u kthen në Gjermani, kishte filluar lufta, ishte viti 39-40. Mos u kthen në Gjermani, qëndro këtu, sepse të duam, brillant në tekstet e tij. Ai thotë jo, sepse thirrja ime është të kthehem tek njerëzit e mi. Kthehet në Gjermani dhe shikon që pjesa më e madhe e klerikëve atje ishin bërë një me regjimin. Dhe regjimi kishte vendosur të gjithë sistemin e tij kapilar të kontrollit kudo. Mirë, ky nuk rrinte, fliste, komunikonte, qëndronte përballë regjimit, edhe në fund arrestohet, burgoset dhe nga burgu ka letrat e tij të famshme që njihen si letrat nga burgu, janë vendosur në një libër. Fatkeqësisht vetëm 2 javë përpara hyrjes së forcave aleate për çlimin e Gjermanisë, këta e pushkatojnë, e vrasin. Diku nga marsi i vitit 45. Dhe një nga thënjet e tij të famshme është kjo. Ai thot, heshtja përballë keqes është e keqe. Të mos flasësh është të flasësh. Mos veprimi është veprim. Pse përdora Bonhoefferin këtu? Sepse shumë njerëz na thonë që na dëgjojnë tani, mund thonë, po mirë, neve nuk jemi arrestuar në krahun e ushtrisë armike. Po. Edhe ne me ju jemi, më kupton? Por jemi të heshtur.
Pra të qëndrosh i heshtur është të flasësh, sepse heshtja flet. Të mos veprosh është aktualisht veprosh, por jo në kahun e dritës, por je duke vepruar si një agent i errësirës. Po e pastorit e gjerman se ka ai që thot ata në fillim të komunistët dhe unë heshta se si isha komunist. Ai ishte në burg dhe ai po ai shpëtoi. Pastaj erdhën homoseksualë dhe unë heshta se si isha homoseksual. Dhe ai ishte një nga këta të cilët mbështeti regjimin në fillim fare, mbështeti Hitlerin sepse Hitleri nëse nuk do ta kishte drejtuar Gjermaninë në luftën e dytë botërore, unë mendoj që edhe shumë studiues mendojnë që do të ishte njeriu më i madh i historisë gjermane, sepse ringriti Gjermaninë nga rrënojat e luftës së parë, nga humbja etj etj. Ngriti ekonominë një herë tjetër atë se kush e financoi Hitlerin dhe si u rrit ekonomia, sepse mos harroj që ka ardhur në pushtet në 33-shin kur kriza botërore ishte jashtëzakonisht e rëndë, 29-33. Dëgjoj. Ishte në maj depresion. Se do bëj lidhje tani. Na ka kaluar koha. Do bëj lidhje pastaj. Dakor, jemi në minutat shtesë. Kjo është fundi, është po shumë e burgë. Dakor. Ky pastori tani e mbështeti Hitlerin. E mbështeti Hitlerin me njerëz, me para, me gjithçka, me shkrime etj etj. Mirë, po gjatë rrugës kuptoi që pa dashje kishte mbështetur totalitarizmin, regjimin absolut, censurën, Holokaustin, dhe fillon tani të ripozicionohet, po ishte vonë për të. Kjo është arsyeja që ai shkruan, edhe këtë ai shkruan nga burgu. Që kur erdhën për mua, thot, s'kishte njëri tjetër, s'kishte njëri tjetër fliste për mua. Për mua, tani unë po do ju them këtë që edhe në këtë qeveri ka ish pastor. Por fatkeqësisht është duke ndodhur me ata, ajo që ka ndodhur me këtë pastorin do t'i bëjnë pishmanet, po do t'jetë vonë. A do na shpëtoj dashuria, pastor, kjo është pyetja e fundit. Ose po ta them me një shembull. A janë të gatshëm njerëzit që të mbjellin një pemë duke e ditur që nuk do të jenë gjallë kur ajo pemë të jap fruta? Dashuria vërtet po. Dhe Einsteini tek letra e tij drejtuar të bijës thotë për dashurinë thotë ja vlem të rrojmë dhe ja vlem të vdesim, dhe thotë që Zoti është dashuri. Vetëm kur arrim të perceptojmë këtë dashuri në nivelin më të lartë të saj, nivelin sakrifikues, po ja vlen. Ja vlen të jetosh për këtë dashuri. Pastor, faleminderit, po besoj që lam shumë gjëra pa po kemi atëre e ribëm. Patjetër. Atëherë falenderojmë për herën e parë që do jesh i gatshëm, do bëjmë një tjetër, mbase do ta bëjmë edhe më të gjatë. Ta bëjmë edhe me 2 orë me dy puntate. Se besoj që do ketë interes edhe për publikun. Shpresojmë se ju kemi zbavitur, po dhe ju kemi informuar, nuk dua të jem aq arrogant sa të them që dhe ju kemi ndriçuar, po sigurisht një pjesë e gjërave që ka thënë pastori besoj që kanë qenë ndriçim për një pjesë nga ju, siç ishte edhe për mua. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lo takim javën e ardhshme. Mirupafshim.